Stuhia apokaliptike në Sarand fluturon çatia e një pallati 12 katësh IMT, nis verifikimet. Nga stuhia mbrëmjen e së martës 21 korik, çatia e katit fundit i pallatit 12 katësh e ndërtuar me dru shkatëruar duke krijuar probleme për 4 familje duke i lënë ata pa mbulesë. Pas bërjes publike të këtij shqetësimi kanë shkuar sot punonjës të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë së Sarandës, nga ku njoftojnë se Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Sarandës u paraqit në pallatin ku ishte dëmtuar rënd çatia e katit fundit të pallatit 12 katësh nga stuhia e mbrëmjes së të martës. Nga verifikimi në terren u konstatua se objekt ndërtimi i hershëm nuk është i pajisur me certifikat pronësie dhe banorët e dëmtuar posedonin vetëm kontratën e porosisë lidhur midis ndërtuesit Shpëtim Boçi dhe Palës Blerse. Nga situata në vend u pa se gjysma e çatisë ishte prishur tërësisht, por pjesa tjetër nuk ka pësuar dëmtime të rënda. Pas sugjerimit të situatës së këtij pallati tek autoritetet në bashki, janë këta të fundit se çfarë do të bëjnë me rastin konkret.